Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në laboratorin STEAM. Në këtë video do të shohim një mjet që ndihmon industritë të ndryshme në mënyrë të jashtëzakonshme për mënyrën se si ato operojnë. Ai është pikërisht krahu robotik. Qëllimi jon është të shpjegojmë se si funksionojnë këto robot dhe pse po bëhen kaq të zakonshëm në mjedise teknologjike dhe industriale. Gjithashtu, do të shohim se si funksionon ky krah robotik që kemi këtu në laboratorin STEAM. Pa humbur kohë, le të fillojmë. Krahu robotik është një strukturë mekanike i ndërtuar për disa segmentesh të lidhura me njëra tjetrën që imiton lëvizjet e krahut të njerëzit. Krahët robotik mund të lëvizin në mënyrë lineare, të rrotullohen ose të kombinojnë disa lëvizje për të arritur zona të ndryshme. Secili prej tyre është ndërtuar për një qëllim të caktuar. Për shembull, ekziston një lloj roboti që quhet Skara. Ky robot përdoret për montime të sakta dhe të shpejta, si asemblim komponentësh elektronik, paketim produktesh, organizim e tjerë. Ekzistojnë dhe robotët me modelin paralel si Delta Robot. Ata përdoren për të paketuar me shpejtësi të lartë gjëra të vogla. Për të realizuar punën e caktuar, krahu robotik ka motor, sensor, sisteme vizuale dhe software-in. Kështu, ai kupton se ku ndodhet objekti, si ta kap atë dhe ku ta vendos. Kjo i mundson robotëve përshtaten sipas rastit, edhe nëse objekti nuk ndodhet eksaktësisht aty ku programuesi i ka thënë atij se është. Kohët e fundit kemi dëgjuar se si robotët mund ta zëvendësojnë në të ardhmen, por qëllimi i tyre është që të na ndihmojnë neve, pasi njeriu punon në një nivel më të lartë se sa ai mekanik. Në rastin ton, krahu robotik mund të kryejë detyra me saktësi të lartë si paketim, montim, duke përsëritur ato disa herë, gjë që për njeriu do të ishte diçka monotone. Disa punë janë të rrezikshme, si për shembull punët me materiale të nxehta, peshë të mëdha ose pozicione të vështira. Në këtë rast, na vijnë në ndihmë këto robot duke ulur rrezikun për dëmtime. Me anë të sensorëve, kamerave dhe software-it, robotët mund të përshtaten me mjedisin dhe jo mjedisi të përshtatet për robotët. Në fabrikat që bëjnë paketimin e produkteve, robotët ndihmojnë për të kapur, paketuar dhe etiketuar objekte me shpejtësi dhe saktësi. Le të shohim disa shembuj konkret nga kompanitë gjigante dhe industritë të ndryshme për të kuptuar më mirë pse robotët janë kaq dobishëm. Një nga rastet më të njohura është nga kompania Amazon, që përdor krahët robotik për të përpunuar pako dhe për të menaxhuar inventarin. Për shembull, roboti Robin kap pako nga shiriti transportues dhe i vendos ato në robot mobil që i transportojnë më tej. Në vitin 2025 është prezantuar roboti i quajtur Vulkan. Veçoria e tij është se ai mund të ndjejë kontaktin me objekte. Disa objekte janë delikate dhe kërkojnë kujdes të veçantë. Me anë të sensorëve, roboti ushtron mjaftueshëm presion sa për të shtrënguar objektin pa i dëmtuar atë. Sipas statistikave, ky robot ka arritur të rendisë 75% të inventarit në depo, duke optimizuar punën dhe duke ulur lodhjen për punonjësit. Tani, le të shohim se si krahu jon robotik funksionon. Unë kam përgatitur robotin me programim dhe konfigurimet e nevojshme. Ky robot mund të bëjë disa detyra të ndryshme. Ai mund të kapë objektet me anë të thithjes së tyre, mund të kapë objektet me anë të një dore pneumatike, e cila përdor ajër të kompresuar për të lëvizur gishtrinë. Gjithashtu, ka edhe një mjet tjetër, i cila është ky mbajtësi i stilolapsit. Me anë të tij, ne mund të shkruajmë çfarë të duam. Kjo është e bukura e këtij sistemi, pasi këto mjete mund të zëvendësohen lehtësisht. Imagjinoni, ne mund të vendosim një lazer dhe të bëjmë prerje ose gdhëndje në mënyrë precize, ose mund të vendosim një sistem spërcues dhe të lyejmë me bojë. Duke qenë se robotët nuk lodhen dhe kanë konsistencë në veprim, rezultatet janë breslënse.
Atëherë, si fillim, le të lëvizim këto cilindra duke i organizuar ato sipas ngjyrës. Në momentin që roboti ndizet, ai duhet të identifikojë cilindrat me ngjyrë të kuqe dhe t'i vendosë ato në këtë kuti. Le ta shohim. Një rast se ku mund të aplikohet kjo zgjidhje është në ndarjen e perimeve. Për shembull, fermeri mbledh disa perime dhe i vendos ato në një hapësirë të përbashkët. Më pas, roboti me anë të sistemeve vizuale identifikon secilin perim dhe e lëviz atë në vendin përkatës. Le të shohim një shembull tjetër me anë të dorës pneumatike. Tani kemi disa bloqe me ngjyra të ndryshme. Përsëri do të kryejmë të njëjtin veprim, por mendoni sikur sipërfaqja e objektit nuk është më e lëmuar. Në këtë rast, na vjen në ndihmë kjo dorë, e cila funksionon me të njëjtin princip si ajo më përpara. Për të kapur objektin, duhet komprimuar ajër dhe për ta lëshuar, duhet tërhequr ajër. Le ta shohim. Ajo që mua më pëlqen më së shumti është mjeti për të shkruar me stilolaps. Le ta vendosim atë dhe të provojmë të shkruajmë diçka. Atëherë, ky proces kërkon kalibrimin e sistemit për t'i treguar robotit se ku është vendosur stilolapsi dhe se si roboti do të lëvizë. Unë po vendos fjalën STEAM në program. Le ta shohim se si roboti do ta shkruajë atë. Edhe pse laboratori jonë ndodhet në një mjedis arsimor, qëllimi i këtij roboti është edukativ. Me anë të tij, ne mund të realizojmë simulime të ndryshme, të mësojmë programimin, të studiojmë robotikën dhe shumë më tepër. Kështu, ne kuptojmë se si automatizimi funksionon edhe në një nivel lokal. Krahu robotik po ndihmon industritë duke ofruar saktësi, siguri dhe shumë më tepër. Robotët nuk duhet shihen si zëvendësues njerëzit, por si bashkëpunëtor, sepse duke kuptuar se si funksionon teknologjia sot, ne jemi më të përgatitur kur ajo do të evoluojë deri nesër. Faleminderit për vëmendjen tuaj, bashkë mirupafshim në videon e radhës.